mobilizoj miliarda e miliarda fonde publike për ndikuar vetëm 2 ditë para zgjedhjeve, ai dhuroi dhurat për vot 2 miliard e 100 milion euro gjoba dhe kamata, ai garantoi një listë për 28 deputetësh me kartelin Troprini, kartelin Çelaj dhe kartelet e tjera të drogës organizatat kriminale, dhe sa që bëre të konkludojnë përfaqësues të Parlamentit Evropian se në Shqipëri rotacionin nuk e lejon krimi organizuar. Por çdo demokrat dhe demokrat duhet ta di, t'ja rikujtoj, se kemi qëndruar me të gjithë potencialin ton në një kohë kur askush s'ka qëndruar tjetër përveç nesh, edhe për çështjet mjedisore. Në qoftë se kjo protest ka një mrekulli të vërtet edhe dimensionin e saj mjedisor, kur shef këta 10 mijëra që protestojnë për çështje mjedisi, çka do të thosë se ndërgjegjën e tyre mjedisi që është jeta në të vërtet, ka një rol qendror, ka një vend qendror, dhe ky është një zhvillim jashtëzakonisht pozitiv për vendin dhe për kombin.